Ju përshëndes. Vazhdojnë protestat në Shqipëri. Jahona ka shkuar gjithandej. Shqipëria tashmë është bërë akoma më e njohur. Në mbar botën nuk ka televizion pa folur, por njëkohësisht janë të shqetësuar edhe tuajt. Italia, Greqia, Bullgaria, Rumania dhe njëkohësisht edhe Serbia. Tani, pse janë të shqetësuar këta? Pikërisht pra sepse gjendet në një vend strategjik, ashtu si kemi thënë, Shqipëria gjendet në një vend që është zemra, mund thuhet, e Evropës, ajo që lidh Evropën dhe Azinë. Megjithatë Ballkanin, me fjalë po megjithatë Azinë. Por doja t'ju thoshe që sot po flisja me një shokun tim, një shok italian që gjendet në Shqipëri për pushime dhe po më thoshte jam të mora ty në telefon, sepse mori telefon sot që në mëngjes. Ka pritja se ka marrë për pushime, tha mos ndodh në një grus shteti, tha këtu, tha do mbetem këtu, se unë tha duhet vi javës tjetër dhe kam punë. I thash shpresoj që jo, i thash, por nuk besoj që po edhe kështu grushti shtetit. Megjithatë, ai ka fëmijë të rritur që nuk jetojnë me të rrinë veç, kështu që ai është bashkë me bashkëshortin e tij dhe e sugjerova me fjalë që nëse do të gjetesh, paktën i tregova disa vende, disa zona. Por megjithatë i thash gjëja e parë që duhet bësh shkon në ambasadën italiane. Megjithatë nuk është për të shqetësuar, por meqense bëra një diskutim të zjarrt me të, doja ta flisja edhe me ju, ta diskutonim dhe bashkë. Sipas jush, ka gjasa që të mund të ndodhë një grusht shteti në Shqipëri, si ju çfarë mendimi keni? E them këtë sepse protestat vazhdojnë që të ecin me hap të madh, me hov, bile po shtohen gjithmonë e më shumë, ndonse disa lajme nuk janë të vërteta, bile thuhet që edhe disa portale i heqin, me fjalë disa video, ku thuhet që nuk ka, aty ku thuhet që nuk ka. Në çështë e vërteta ka protestues, shikoj nga njerëz normal, me fjalë foto dhe video, dhe pyetja është se sa do zgjas dhe pse nga ana tjetër kryeministri mban një qendrim asnjëanës, ose më mirë një qendrim le të themi mbrojtës, sepse nga ana e tij është mbrojtës, duke u tërhequr pa i dhënë një rëndësi pra fjalës së popullit. Në këtë rast është e vështirë që të flasësh. Dhe ndoshta mos është ky pra problemi që kryeministri nuk flet, sepse në të gjithë nuk ka ndodhur në asnjë vend të botës që pra gjatë një demonstrate apo në një proteste që të mund të mos të flasin liderat dhe në këtë rast edhe politika. Është shumë e çuditshme. Me fjalë flet politika, ka folur edhe kryeministri ka folur, por duke nënvizuar që ne do ecim përpara thot dhe çdo gjë thot do eci sipas projektit. Dhe unë nuk edhe nëse dikush sepse kishte gjasa që dikush mendonte që mund të vetë largohej tip të dorëheqjen e ai nënvizon edhe siç pam edhe në lajme që do qëndrojë aty deri në vitin 2029, por ndërkohë protestat janë akoma më të forta, akoma më të zjarrta. Dje po bënim një video ku disa ekspert, në këtë rast një profesor kanadez që tregonte se si Shqipëria nuk mendoi, tha ai, që të mund të zgjaste kaq shumë protesta, madje nuk e mendonin fare që mund të vazhdonte protesta, mendonin se ishte vetëm një ditë dhe kaq. Dhe këto protesta, si thot edhe profesori, janë të një rrugë të drejtë, jo vetëm për popullin, jo vetëm për Ballkanin, por edhe për gjithë Evropën, sepse nuk është shkaku këtu vetëm i një proteste të vogël, por ajo çfarë do të ndodhë më vonë, pra efekti domino. Në fakt ai e nënvizon që profesor Young e nënvizon që kjo thot shqiptarët nuk do ta lënë, sepse shqiptarët thot janë të patundur, do të shkojnë deri në fund. Dhe doja që shpresoj që mos të ketë përplasje, sepse populli ka të drejtë. Po nga ana tjetër politika nuk shprehet ose shprehet në mënyra le të themi jo bindse, dhe kjo shkakton edhe mërzira, edhe trazira dhe mërzira. Dhe situata është delikate. Megjithatë, doja të pyes edhe një herë se çfarë mendoni ju për një grusht shteti, në qoftë se, si thoshte ky italiani, ky shoku.
Unë mendoj që nuk mund të bëhet, nuk mund të bëhet për shumë arsye. Me fjalë, do të them këndvështrimin tim, do shta e kam gabim. Dëgjojeni dhe do dëshiroj një komentin tuaj. Në qoftë se, me fjalë, në një grusht shteti futet ose policia ose ushtria. Por ushtria është pika bazë. Pse ushtria? Sepse ka më shumë pjesëtar, ka më shumë njerëz. Mirë po, një general ushtrie duhet të tradhtoj, pra ministrin, që të mund të bëj një grusht shteti. Ose, nga ana tjetër, nëse do të ishte policia e njëjta gjë, do të ishte komandanti i përgjithshëm i policisë, që do bënte një grusht shteti. Pra, do thërrishte pjesën e madhe, dhe këto janë dy forcat që mund të bënin, pra në çdo vend, po flas në çdo vend, nuk po flas në Shqipëri, këto janë forcat më të mëdha, pra është një policia dhe ushtria. Dhe vendi është i vogël në Shqipëri, për më tepër njihen mes njëri tjetrit dhe tjetra që ishte akoma më e rëndësishme, krijohen probleme të mëdha, nëse do të ndodhë një gjë e tillë, por sidoqoftë është një pyetje sepse ishte ajo pyetje që bëri ky italiani që ka të drejtë nga njëra anë, por po ta shikojmë në historinë e të gjithë shteteve ku ka ndodhur, pra një aksident i tillë ose një grusht shteti i tillë, ka ndodhur pra që zakonisht nuk ka ecur mirë, për shumë arsye. Me fjalë, në pothuaj në 80% ose ndoshta 70-80% të rasteve nuk ka shkuar mirë, sepse janë pasojat që vijnë më vonë. Pra që ndihet në faj, ai që bën zgjedhjen e tij, ose ai që ata që mbështesin e tjerë. Dhe kështu që është pak e vështirë që një gjë e tillë të ndodhë sot, viti 2026. Ndodhte më përpara, ndodhte sepse e lejonin edhe vendet e tjera. E lejonte, ishte momenti i translacionit të partive komuniste me partit që u zëndësua me partit tjera, dhe ky ishte momenti, por sot nuk është kështu. Me fjalë, ky është mendimi im, tani do dëshiroj një komentin tuaj çfarë mendimi keni ju, sepse ndaj doja ta diskutonim së bashku. Padyshim mes nesh ka dhe ekspert. Pikërisht për këtë doja ta diskutoja. Sepse më erdhi në mendje, kemi njerëz, kemi prindër, kemi shoqe, pra në Shqipëri, dhe nuk do të dëshiroja kur që të mund të ndodhin trazira. Ndaj, unë shpresoj që mos të ndodhë një gjë e tillë, megjithatë, unë besoj që në këto protesta, qeveria duhet me se zbën të marrë masa që t'jap një përgjigje popullit. Populli ka të drejtë, populli ka nevojë në radhë të parë njëherë, ka të drejtë në radhë të parë, por ka edhe nevojë për një përgjigje të drejtë për drejtë. Madje, nëse do të ishit ju, çfarë zgjidhje do të bënit? Me fjalë, nëse do të pyesin juve, tani je ti kryeministër, kushdo qoftë, çfarë zgjidhje do të bëje? Pra, diskutimet e përsërisë dhe njerëz padyshim rrisin informacionin, dhe ky është moment i rëndësishëm për çdo, sepse një informacion i vogël mund të ndryshojë mendjen e kujdo, edhe pse duket paradoksale. Kështu që këtij shokut italian i thash, mos e vrit mendjen tash, sepse s'mund të ndodhë një gjë e tillë. Nuk mundet sepse bëhen trazira të mëdha, por ajo zgjidhje që duhet bërë për mendimin tim është të vendoset për kërkesat e popullit, kërkesat e protestuesve, pra të vendoset se çfarë duhet bërë. E të japën të drejtë protestuesve, sepse populli nuk ngrihet kot në këmbë. Ne sot jemi, nesër nuk jemi, po njëkohësisht kjo vlen edhe për ata që bëjnë
kërkesat e tyre, sepse dikujt prej atyre mund t'i dhem për një gjë apo për një tjetër, i dhem për vendin, i dhem për Troja shqiptare, i dhem për familjen e tij, për vendin e tij, për tokën e tij. Pra, unë them që është momenti që duhet ulur dhe duhet diskutuar. Kaq. Pres komentet tuaja. Natë.